si janë sa pyetje shumë tjera. Ma dëgjoj një sekond. Ramës nga kontrolli? Unë po them se ka pasur kontroll. Se ka pasur kontroll. Është një hipotezë. E pra, këto ti ma pra merrni me tani, po të them, e pra me thelbin. I dhash pak ngjyrë për të dalë këtu ke kjo gjë tjetër. Edhe hetimi i tyre ka disa gjëra të përbashkëta. Për të arritur deri ke Veliaj, i kaluan fillimisht në thikesatër ose nën hetim të themi, drejtorët e tij, njerëzit e afërt të tij, enturazhin e tij. Ata të cilët, më fal, ata të cilët kishin themeluar së paku këto 3-4 vjet e fundit atë që unë e konsideroja Republikën e Drejtorëve. Një prototip tipik hajduti, 35-45 vjeç, tipa që nuk u bënte syri dritë dhe që papritur filluan të bëheshin shumë të pastë. Me thelbi mërse Kjo është gjë e përbashkët. Dhe çmontimi vinte nga baza për të arritur në maj. Eksakt gjë e më e papërbashkët. Për një rast. Më fal. Ja t'ja praf. Për një gjë. Nëse të gjithë zyrtarët e Ramës janë arrestuar ose për brek, ose për suba me pjatë, ose për pllaka banjo, është i pari rast kur çështja ngrihet seriozisht mbi një aferë të madhe korruptive. Dhe një sekond. Pra, i morën bazën për të arritur ke maja e piramidës. Qoftë ke Veliaj, i cili deri në moment në fundit thoshte nuk mbrin tek unë, qoftë dhe tek zonja Balluku, e cila shikonte se si po shkonin trokistin njerëzit e saj më të afërt në SPAK dhe po hetoheshin, gjithmonë duke menduar se nuk do të shkonin tek ajo. Ajo që ka i ndryshon këto dy gjëra është masa e sigurisë që merret ndaj të dyve. Nëse pyetësh konkrete, po vepron SPAK-u me dy standarde apo jo? Padyshim që po vepron me dy standarde. Në mënyrë të padyshim që këtu janë dy standarde dhe shumë të dukshme. Por unë e mendoj prapë ndryshe këtë histori. Në rastin që i ka një akuzë të tillë kaq serioze për zonjën Balluku dhe është vetëm një pjesë, një fraksion. Kjo që kemi dëgjuar deri tani, kjo pjesë e akuzës është vetëm një fraksion i dosjes së saj. Do të ketë disa të tilla, thon zëra goxha të informuar. Fakti që zonja Balluku vazhdon të qëndrojë në detyrë edhe me një akuzë të tillë e diferencon fatin e saj nga Veliaj. Por në momentin që do të kishte një masë sigurie të çfarë do lloj natyre, kjo gjë zgjidhet vetëm me dy mënyra, me një akt moral dhe politik. O largohet nga kryeministri, o largohet vetë për të ndeshur me drejtsinë. Dhe nëse ndodh kështu, nuk do të gabonte SPAK-u. Ma dëgjoj një sekond, se shumë e rëndësishme. Ma dëgjoj vetëm një çast. E mbylla fjalën. Po të pyes. Po të kishte. Ta mbyll fjalën. Fakt që të bëj shumë pyetje po të vlerësoj, recitoj e mbyllun. Po të pyes, përse është e ke realisht interesante tezën. Fakti që dikush për pllaka banjosh. Një sekond, ta mbaroj pyetjen. Arrestohet zonja për 190 milionë SPAK-u në një dosje për 190 milionë dhe akuzosh për këtë gjë. Lihet e lirë pasi ma sigurie. Atëherë. Për jo kontroll të SPAK-ut. Atëherë ajo po të flas për dy standardet të SPAK-ut. Dhe po të them, ka gabuar në rastin e zotit Ametaj. Dhe kanë drejt për Veliaj. Dhe në këtë rast po veprojnë normalisht duke respektuar parimin e prezumimit pafajësisë. Ky rast duhet të jetë këmban alarmi. I thon Arben Ametajt. Do të revokohet masa jote e sigurisë. Hajde në Tiranë. Një sekond. Kanë gabuar dhe për Arben Ametajt, kanë gabuar dhe për Ilir Metën. Kanë gabuar për Lefter Kokën, për Alqi Bllakon, për Ilir Begjen. Të qëndrojmë. Kemi një thyerje. Siç kemi një thyerje që duket pozitive. Kjo për mua është normaliteti. Për mua ky është normaliteti. Jo pra, po atëherë pse pas kanë shkruar. Kanë gabuar atje pra. Për 20 raste, kurse